Dëgjoni pak çfarë premtonte Edi Rama para zgjedhjeve. Këtu ka një masë shumë të madhe gjobash, të cilat janë vendosur si rezultat i ndërhyrjeve apo i ndërtimeve. Qeveria do t'i fali të gjitha këto gjoba. Dëgjoni dhe Erion Braçën si fliste për fshatin dhe burokracinë. E ka burokratizuar procesin e ndërtimeve në fshat. Edhe për ndërhyrje fare thjeshta, siç është vendosja e çative apo ndërtimi e avllive, apo akoma më tutje për ndërtuar depo veglash. Ky lloj represion mbi fshatin natyrisht që është i tepërt. Edi Rama ka futur fadromat për të shëmbur gardat dhe kotesat në përfshatrat e Tiranës. Madje sikur mos mjaftonte kjo, disa prej familjeve janë gjobitur me gjoba nga 5 deri në 10 milion lekë të vjetra. Aq në fakt sa është mundi puna dhe djersa e këtyre familjeve për një vit. Edhe ky koteci i pulave është cilësuar si ndërtim pa leje. Kjo është qeveria që ka vjedhur shqiptarëve miliona euro, nga Belinda Balluku te Erion Veliaj, nga Arben Ahmetaj te Ilir Beqaj, nga Olta Dashka te Vangjush Dako. Të korruptuar dhe oligarkët zaptojnë porte, aeroporte, miniera, dete, lumenj për ndërtuar vila dhe rezorte, ndërsa të varfrit dënohen për një gardh dhe një kotet. Kjo është qeveria e Edi Ramës. Votat i kërkon nga të varfrit, ndërsa shtetin e përdor për të pasurin. Ky është shteti i oligarkëve. Unë jam Mirela Ruko, antare e Këshillit Bashkiak të Tiranës e Lëvizjes Bashk, dhe kemi nevojë për politika të cilat vlerësojnë punën dhe djersën dhe jo spekulantin.